Hajtë nisja ti tash shoqe, shoqe... Mirë, që mi kesha po takuam në emisionin e 88 me radhë. 88 javë. Panal. Shi, bur, pa hongër, pa pi. Daf, desh. Por që na e kemi për një me, e se cilë njeri që e ka për një me në këtë jetë, edhe Adel, falenderoj këtë stafin që janë të regjia, atje kryje me blerimin, edhe kamermanin tonë. Se ka jam një kamermanin janë? Si kemi me? Ka ku se zavësh? Igor be ka. Igor be ka. Igor, Blerimën e pata me qëllim me thonë që mund të gjua dhe zonë ti. Po. Ka Kosevika është Igor? Ka Kosevika është Igor. Përshëndetje popull i ngullt. E vërtet. Përshëndetje popull i ngullt. Qita pishe këtare, pash! Spolonka sot. Ja, se s'la. Berim, që t'ja groplanë dhe këtina bilionet të këshyri da i sënë. Mos të harroj, mos më ndërprejt lutë, mos më ndërprezni. Jeni me emisionin me të shikuar në vend, nuk ka dilem për këta ma, dhe më thonë, veç duhet me riku i tu, për hatër të fadilit se ka qep. Kështu para kamera vështirët që, a vedin, po mas kamera më thetë shumë mirë për bën, o pif qa! Qa, po na gjiran? Apo na inqizan? Me shpak se nga kjo e shtun, Nga kjo e shtun, emisioni në Breaking News, do në me ndru terminin drejtora? dhe kthejnën se Në krye. terminin e regull, në 19 e e sa? 30 e hajt. 19 e 30 e hajt. Ka përpos kjo, kejt. Që numër e ka zbulu kjo. 19 e 30 e hajt. E bon edhe dy përjetët sociale. Mirë, a ka thonë mirë? A ka thonë që emisioni me i shikum? Po, e biseni. Këte i kryti ato? Krejtë, na shnirë që ta përmina me hecë. Këtina është mirë një qësi speci. Kjo son rregull, kur gjon Në ai qësi ka speci blerim që tash është mirë. Ka ballot këta. Sikur asaj diellës mja mosh baterin, se ju ka hargju jetonit. Hajde të shkojnë me materialin e porë, me specin djeks. Blerim, ma kujtoj edhe ka me kallëzu jetën. Igor, më stanin ti nemaj ti hiq, ja u lazim, ne brini, ti hiq, ne brini. Mosu ka se me Mësë ka se me ta. A mën me përkëtej shta? Blerim, qysh me përkëthy macionisht mësë ka sa me ta? Nemoj da se sikletavesh. Po. Se sikletira. To me kanë zemi. Ja, po mos e ma hu. Ja, keshe me mirë. Ma hu. Keshe me mirë. Thash për këtheja kësoj Gjermon kës ta prëpë zëti hongsh me luk dukatit. Ta prëpë zëti hongsh with golden luka. Blerim, kjo videoja e speci djeks ma tregoj, ma kujtoj një tregim këtë njerë pazartë Prishtinës, për shembull për i katunave të Renicës, kanë shku me kuaj, se lartë. Me lope. Me lope, me sene, po njone... Një bollice. Po, njone ka bos Nikolit tek Nefes, që nuk ka hez bashkë me... Po, tek Nefes. U kollëshin ata. Anis, për shembull, kuna pazarin Prishtinë të martën. Anis, ai për shembull të dielën të martën kam rinj, atje ka bon pazar dhe i ka ble speca, kompira, e sene, vene tuk... Patligjona, domate, trongre, kastraveta. Tu këthy, ka linalet se tek Nefes. Po. Bre hajde, vet dele kap hes. Ja ba njani të shkuta, shanena atë, në dhajtë u këthy, ama kalin e mirë. Ta shka të shku, të shku këtu. Je, të këthy dytë, po ajtë të shku kështu. Po, të shku kështu. Ja van, thot, shka ka kalli, thot, s'po do me jezme, thot, a ke ble sveca djekës, thot, po. Thot, mere qele sveci djekës, qëja bishtin e qëtja të... Po, në vehte. Për mas? Edhe tha, je zend me bisht, këqyre tha që shka me jecë. Tha, ka lajke trak. Kërkat e të bishte, a i kalli e zone me ato t'ja nisi jetën ngoj, kjo rapi kerit. Kalli në mal hupi, do speca djeksa, ta proboj bashka i bana. Ku e preka? E merë t'ja fut vetit një speca. E kalon kallin. Pi djekse. Të këshu kallin kështu, ku merë? Shkon të gruja, e man, gru prit e kallin se pja dhadhe një 2-3 rejfa në shpisë. Të fladin. Edhe e vërtet është e kom po edhe ditë të funit është kriju një trend
Gratë, pja u bojnë të brendshme, të brejkë të këto me spec djekës, kujdes, që ose keni kësi simptoma, dine që veç pja u bojnë kështë A ka djekës në listë që ty po të blerimi? Edhe në mojet lisit, më në më të që djekës të, në mojet lisit. A mund me thonë jetën shpejt hypet mojet pipit vidit e kërkova lango dhe pipit vidit. Drime e ka, mojet pipit vidit. Ose me thonë e lidha kolin për gardhi shpejt. Ja, e lidha kolin për gardhi shpejt, nuk e thamë. Nuk e thonë. Okej. Para mendoj jetën se këto ditë për shembull na jena në heshtje zgjedhore, nuk mujna shumë mu qelë sot. Nuk mujna shumë me coslat. Ja, coslat na e kena bani me material special që nuk e kena pas na bash gabim me këto coslat. Edhe që thaj shumë, po edhe sot mundi me coslat, sa i përket asaj temës cilën na zguxojna me përmend. E më falë, jo, për shembull, mas sa jave e keni balotazhin? Që balotazhin nesër, E pse sa mas datës zgjedhjeve? Ja, nuk di. Ja, vetë blerimi. Ja, kisha kon 2 javë, ama 2 javë blerimi. Ama të kisha ditun e kështu isha kon KQZ blerim, apo? A se të na një muj blerim për që ata? Po jo, ju duhet me bas kleka. 2 javë bani skleka të një 2 javë. Na një muj ditë e kena. Ju, publik i dashur, merë një cuslat se sot është e shtun, nesër është D-Day, cuslat ju vynë edhe sot, po ne kur ta shohim materialin do e kuptoni pse i kena marrë këto cusla se ka bazë shkencore. Po shkojnë a jetën. A i ke po thojnë uku I keq? kimen. Ka plot. Apo? Ujku i keq ta bjen. Qeni i keq ta bjen ujkun të risht. Qeni i mirë në batë si dele. Po, ujku kimen në rënë zanotit. Zanotit se arën, apo shkojnë atë qisha sa jep, qisha ngull një ujk. O ngull ujku. Se qisha ngull ujku. Qërëm qështë ngullet ujku? Opa, mirë dita. Më i dole dhe shamije? Mirë dita. Ka po shkoni be. Që, fët, hop. Ka po delin e bre, a vlerim. Ma shumë bre, shumë ja ka lëshu rruf. Ja, e kam lo. Kam lo, trak. Pranari ka pa ftaf. Edhe qeni e din punën e vetë, në më thonë. Ku qeni shka? E din sakt. Edhe e ndjen. E ndjen, qëre ku e ka ni. E ka një Ama që ka dal i breti që është plen, ka pak. Ma pisa se këta s'ka. Nuk den me hangër në gjëmë, do më dhe ke me qua, dhe? Ma e ke po që thëjnë uku e ka qafën e gotë se e mon barën vetë. Qëra edhe për një metë gata, pas ka? Monohet vish me kapë kështë jetën edhe komplet delen e qëtë. E vërtet është. Sa oj që ti kena na kështu brenda për brenda që e kanë formën e njëri, ato e marrë jetën, se dhe. Qështë, Fadil, minaj që... Jetë, ti mësë minaj esh. Njët, dëshysh, mazor është me koni kesh, be Fadil? Po se do në angazhim. Do në angazhim, për shemë. Do në angazhim në kuptimin që do të me rajt, do të me mashtru, tani të do të me mojt me në rrenën që ke rajt, se po e zem. Kur ti e thu një të vërtet, ti do mos do shmërish më të vetë dikush mas 5 vjetë që atë vërtet të thu njëjtë se ose e këtë regu në aspektin numerik, e këtë pagu me pare një denim, ose je konë vërtet që aty pjesë që ti ma veti, atë puna e gjenishtrës për shemull është du të me majtë shumë men që ke rajtë. Një shok jemi sot duke da bashkë bisedu, është këto në televizion alësat, po s'po du mja përbere një zoom i bo marketing. Edhe edhe unë i thash edhe i tha u rak shumë kështë me fjallë, po në formë shoqërore. Tha, unë të muj me të vërtetën. Unë të muj me të vërtetën. Dhe ma mirë që e qele, e vërteta gjithë të mund. E vërtet. Më me shku gatë. Po, e vërteta. Ama të fiton. Po, qaja është? Në shkollë dhe thojnë, para fakteve dhe të vërtetave, heshtin edhe perëndit. Shumë seriozë më është. Kjo është shumë e vërtet. Ideja këtë që i punës është njeri të ke punët një jetë e ka, pse dohet me bo përpjekje me konë rajnës? Pse dohet me konë përpjekje me konë i kesh? Pse atë energji, për shembull, nuk e profilizën në gjona produktive të mira,
po me konë idiot. Sepse shembull, s'polen, as me shpjegu të 300 pyetje, domthon ka edhe minutash, mos ti çet blerimi i kena hazër atë sekondat. Mirë, mos e them heshtjen, mos se s'ban me lëshu se hem. Fal me gishta. Ai ke po plesh, fjalët e pleshve ka thonë, njëri e lëshon një rën në fillim pazarit, kur del në fund pazarit as rënës vet i beson sëngje, i beson rënës vet. Shoqëria veç ashtu. Na e kena tregu në emision edhe atë punën e atij mjekut, që ka thonë ati prindit që ka pas 3 doktora dhe një hajnë në shpi. Po. Ka thonë më skeq kjo hajni sa për këta. Në thonë edhe Barcoletat i kena tregu në qatë mënyrë që me bo... Me koni keq. Me glorifiku figurën e hajdutit. Po a ke ba për shembull kur e ka rrej dikush, për shembull njëri e ka rrej ku ishin krejt njerëz kanë thonë lua. Treve ju dul vet atë. Po. Adin? Kështu që na e kena në GNE. Ishi thege po bënejke në qeveri edhe ka vjedh, tha, veç ona. Po, bravo i kot. I ka proporët e vjetë në tavolinë dhe ka thonë qërë sa kun vjetë sot. Nejse. Jetën, kjo është videoja, sepse ne gjdo emision do prezentojmë për publikun tonë nga një video e cila është e krijuar me inteligencë artificiale, po që duket fort real, edhe është e krijuar me historie interesante me papagallin, domethënë, po, ta shohim. Hajde të shohim. Mos harroni publik, komplet është e qiruar e marrone me inteligencë artificiale. Po do të mja prej tortën. You're too much. All right, just a small piece. Shkoj me blerim nga shumë publiku sa është original jetën, domethënë mos besoni gjithçka çka shihni. Përveç mua jetoni që na sjena inteligjencë artificiale, ne jena primishit. Ne jena primishit e gjakit. Nëse që video e keni pa në rrjetet sociale dije që ja kanë me inteligjencë artificiale. Ai që s'pe besoj. Po qa që mirë është që ti s'po beson. Mos harroni, po du me dhanë edhe një porosi për gjeneratët e reja, edhe adoleshentet, kujdesen se çka po postojnë në rrjetet sociale, sepse prej një fotografisë mundet më kriju një video, pastaj prej asaj video më kriju një problem që e ki pak vështirë me spjegu që sjeti. Sepse gjenerata e millennium që i thënë na, unë jetoni e plot do, ka shanse dhe me i besu videos. E merë ftyrën tane që e ke qitë dikun në rrjetet sociale, e gjeneron një video të pamoralshme, e lëshon në rrjet, edhe pastaj do e ke shumë problem për të sqaruar. Unë një mirë këmë thonë, ne po hymë me një fazë jeton, edhe publik jam i dashur, që ka me qenë shumë interesant, edhe e vështirë, edhe mbaje mend të gjitha risit jeton Zogjani, të cilat kanë dalë në teknologji, njerëzit janë të paradispozuar, njëherë mi përdor për keq, me bot dam, tani janë nisin Mi vëm funksion të Semirës. Semirës. Kështu që big up për mund, falëndere shumë. Të ke njone e nga isha në ditë televizor dhe ke të gjitha risit e reja. Të gjitha risit e reja. A ka bëj një pyetje në ty me si je i risi e re? Ai zoti ma. Une e kemi spjegu këtu të emisioni jonë, kena thonë që pula, unë këmë thonë, pula e ka prejardhjen prej dinosaurit. Formën e durve, seneve në natyra, ndryshimi natyres, i nxehtësisë, e kjo, kom e ditë që shartu, zvëglu të kur, i ka ndalë do penla, ama formën që shetës me 2 kama dhe atakrat, i ka si kur dinosaur. Tash kish dalë një maj me që mëse unë, e kishin vetë se kjo pytja gjithmonë, a pula veza. Pula voja. A voja. Hajtë të qyrë që ka thonë, hajtë veza, hajtë qyrë që ka thonë. Edhe kalëzëm nëse e kulturje ta. Para veza apo pula? Do të marrim evolucionin e species pulës, dihet që pula ka qenë më parë zog. Zog i cili u kthye me kohë në pulë. Dhe po të marrim brezin e parë të
pulës, i cili ju quhet nga zogu quhet pul, ai brez i pulës ka lind nga vez zogu. Se zogu bëri vez zogu, jo vez pule. Ka bërë vez zogu dhe nga kjo veza e zogut lindi pula e parë. Dhe masi u bë pula, masi u rrit, pastaj bëri vezën e pulës. Kështu që veza e pulës ka dalë mas generacionit parë, brezit parë të pulave, që u bën nga vezë. Kështu që e para doli pula, pastaj doli veza e pulës. E tash Blerim mirë thot, të shinkon ato vuhet, ato vezët e aty në kinezëve që nuk thehen si çdol hiç. Po pula zog jeton, ky tha ka qenë zog apo pul. Domthon pula është zog, edhe sistemi i zogjve dhe i pulës ka dallim pulave që nuk fluturon gjatë jetën. Pasha një zëtë që ma ka falë shpirtin sen, s'ka thonë. As thasen. Heq. U konë flonza, ne ka bo një vëtë flonza, sa një flonza... Flonza o bo pull. Së bo pull. U bo zëgë, se zogu të një bo një pullë, pullat të një bo një zogu. Leve se jam punë të perenis, to po mësu përzim punë të perenis, na mujna për barcolet, shtu për tavolin, për me vënu në siklet, na i kanë na i herë me thonë për shemull, cila është ma përpara, a voja, a pula, a din për humër, dhe asë njënë se din, po jo se s'po t'a thiti asë në tabili, po jo type, asë njëtë nuk e kam. Bëll që maru me më ti. Qëre? Ja, unë nuk e ha me thith pa e lagë, do të me e lagë, të një me dhjët. Me që mi kesha... Jeta, cusla që e kina shtina në emision e kina marrë për bazë një trend edhe një video. A lagë e pak? Pa, Qepe lagë edhe në pak. Cusla ka ndimu njerëzit. A më gjithi panafak jam. Mbrapsht është. Praf. Bile me një shok të emin të bo më abet tash, dishysht panafak jeme, edhe ndimat ku ne ka pas pru këfuri mas luftës nuk në ra neve mi shkjef. Në kësh ishtë të një ra. A e ra, dishysht në vak vrej. Kur na dishysht, pa po beri de, nuk bohet më në ra neve. Njoni dhe kënë në fak brejnit, në matë mirin zjafet i qesin hunxhak, edhe qatë zjafet së në ha. Po, pasha zë. Në fak vrejnve, në fak vrejnve. Bishën asi vaj kështë me konta. Ja, shumë mire e bëjkendale, nuk po hinë hak. Po, nuk po hinë hak. Po ideja e që qysh s'naron neve mi da, apo mervesh. Dhe më dhej qatë zbën lazëm neve. Ushtina në stresh. Ngom, më në stres. Ne cuslat du të mi spjegu, sepse kena pas pjesë të emisionit të do i kem deri në nesër, sepse nesër do përfundojnë puna cuslave. Tani do të vine pa do cusla matë mëdhaja. Matë mëdhaja do vi, dishka e rej do vjen. Po shkojna me materialin cusla, lena neve dyve kështu Blerim me se banë full screen që publiku me smenon që janë najfar emisioni i cuslav. Trendi çuditshëm në mesin e gjeneratës Z. Ata luftojnë stresin duke thithur. Ka shumë mënyra për të lehtësuar stresin, nga ushtrimet te teknikat e frymarrjes, por një trend i çuditshëm është shfaqur midis antarëve të gjeneratës Z në Kinë. Konkretisht, shumë prej tyre po përdorin biberona për të luftuar stresin. Sipas South China Morning Post, shitësit online po pretendojnë se po shesin gjithnjë e më shumë biberona për të rritur. Disa pretendojnë se thithja u ofron atyre ngushëllim psikologjik, ndërsa të tjerë thonë se thithja i ka ndihmuar të lënë duhanin. Kur jam nën presion në punë, thith një biberon. Më bën të ndjehem e plotësuar dhe e sigurt, si kur isha fëmijë, tha një person për Median. Një trend që filloi të përhapet në TikTok këtë verë, në të cilin antarët e gjeneratës Z thithin biberona. Gjenerata Z përfshin njerëz të lindur midis viteve 1997 dhe 2012. Megjithatë, dentistët po paralajmërojnë për këtë praktik, duke paralajmëruar se mund të shkaktojë një sër problemesh. Nëse thithni një biberon për orë të tëra ose e bëni rregullisht gjatë gjithë javës, në fakt po ushtroni presion mbi dhëmbët tuaj, gjë që do të bëjë që ata të ndahen, thot ortodonti Ben Winters, i njohur më mirë në rrjetet sociale si The Dentist. Ai shtoi se kjo është arsyeja pse dentistët këshillojnë prindrit të ndërpresin foshnjat të thithin para se të rriten dhëmbët. Nëse vazhdojnë ta përdorin, do të zhvillojnë një kafshim të madh të hapur, tha ai,
duke vënë në dukje se disa nga pacientët e tij janë detyruar t'i nështrohen një ndërhyrjeje kirurgjikale. Gjithon, e pat për fëmijët. E kena shpjegu gjeneratën Z, do me thonë gjenerata Z e kam përdorë këta, dikush e ka lanë cigaren, seriozisht edhe me shkencë edhe kom lexu edhe kom pyet ChatGPT-n edhe se në vene, është e rëndësishme që në kinë dalin, për shembull atë kujtohet aja që e sjell shumë. Po, aja, spinner. Spinner, po, u pa të bon hitë thëshin të hek stresin. Ronaldo e maj mene ka pas blet Ducatit. Tani ushtyushin kush e ka Ma të shpejt. ma shpejt e kuna pesillat ma gjatë. Tani që ky Labubu, që shepat e min kjo? Labubu. Labubuja, u majt, këtë hitet dalin për atje. E vërtet. Edhe një hit ka dalë për atje jeton, Cëllë është aj? kur të prishën dhamt. Po. Ku du të me shku? Me qërëllafi për se cilën nevoj që keni për shëndetin oral, bie fjalla, telat për fëmi, dhëmbët, mingjit, venirës, gjërat mira, mi regullu dhëmë të Korona Dent në Prishtinë, në Dardani të doktor Shëpki Huti. Mos e le pa e vizitu se në qofë se njëherë e viziton, s'ke për të ndrume. Në këtë numërin poshtë këtu, që do shfaqet tash, largohe Korona Dent në Blerim, në këtë numërin poshtë që do shfaqet të gjithë të interesuarit e që ne nuk mund të kontaktojmë e të jenë pjesë e emisionit në marketing, na shkruani këtu në këtë numërin poshtë dhe agentët tanë të marketingut do ju kontaktojnë. Ka plot format e marketingut në emisionin tonë, duke nisër pej pop-upave, reklamave me zë, reklamave si që ishte kjo me Korona Dentin, e të je. Po kur jemi të reklamat, ne për bëjmë jetë një putje publicitate, që shi thojnë, marketing? Publicitet. Po më temi më marketing. Ose pub. Pub. Apo shkëm të nërës. Shkëm Ma se Premja e kam. Ma se vlesh gojen, ma se Jo, vlesh nuk e gojen. vlej që gojen. Ma se vlesh gojen, në gjithëm e cutla. Kjo son rregull. Pa sa në regull dhe lirim, nuk kanë regull e që. Ja që ki kalabalok. Shka? Kjo son rregull, kur gjon hyt son rregull. Ja që ki kalabalok këta. A shkojnë a shyrëm që të gjagjin tonë. Gjogji jonë ka desht me thonë diqka të manë për punë e shtetit këtu, po për i me, a kishton, a s'kishton, lëshova blerim të ngojna? Si duket gjagji në zërë nga konteksti. E kanë prej. Si shpëtoj e potlin shqiptare, Makedone, Gjipe, Petnane, të fejtë në Evropë, në Petnane, të shkën kishtë, në gra, në caullë, e në bura, e në lupë, e në Petnane, në kitë në shumë, në gjavë tjore, së pi në Evropë. Edhe njerë, qka ka mujtë me ka Si pytja? shpëtoj e potlin shqiptare, Makedone, Gjipe, Petnane, të fejtë në Evropë, në Petnane, të shkën kishtë, në gra, e në caullë, e në bura, e në lupë, e në Petnane, në kitë në shumë, në gjavë tjore, së pi në Evropë. Blerim, atë më menja shka kanë pytja, blerim e kam, qka e kam pyt, gazdari? Asë din. Qërë padil na nuk për e trajtojnë asë tema shumë. Jo, Se zë gjagji... diçka ka të bëjmë me terrorisën, po blerimi një mama pak. Një mama pak. Gjagji diçka ish pas bo fët zëjher edhe diçka na qaj këtë vërë pajtë. Ose të t'la kopin krejt, tha të t'la qojnë me lope, me krejt, me Macedone, me vajza, me qika, me djeme, të lope, krejt, krejt të t'la qojnë në Evropë dhe bolma. Blerim, që kë materiale që vjen është, prime e kam është sërbisht, edhe një pjesë e publiku tonë e kupton, një pjesë ne do ja sfigojmë pa është i jashtë zakon, që një shuhe, prime e kam një shuhe. Ngoj e ta. Ovo je kafana gdje sam ja radio dugo godina, a mušterija mi je na izlogu. Sva mušterija je tu.
Lemjeri me ka njerë, thana. publik, ata që se kuptojnë serbishtën, po Vjesën thot, radio Dugo kja është Godina. kafja jeme ku kom punu në këto dhe mështerit e mik janë krejt një zlog aty në gjama, dhe mëllën ato janë ato letrat mortore që kanë vdek, dhe mëllën kjo amet, halo. Vjesën Veç kjo ka me të blerim krejt mështeria, ju kanë gjitë aty. Na izlogu. E tash i shkon mirë, a i plake me shkohan. Para bën që ta blerim. A bën me lëshu. Lëshaja nërë, lëshaja blerim. Shë e blerim pak ato se... Atë plakin pak më herë, lëshaja. Ja vlen me lëshu që ta. Makedoni, gjipe, petnani, të fejtë në Evropë, në petnani, të shkën kitë, në gra, në caull, në bura, në lupë, në petnani, në kitë shumë, në gjavë qjore, së pi në Evropë. Kadal, Jetan, po. a kështë pos qef me jetu gjatë? Nuk e di pa del. Ja, tash, pëzam që jenë në emision tjetër, për shumë, përshëndetje, zoti Zogjani. Përshëndetje. Duke ditur që ki aktivitetet të shumëta dhe kështu se, a ke qef të jetësh gjatë? Ose sa menon që është normal për të jetuar? Mosha mesatare për të jetuar dhe në Që të rrethonat. ngrëplanë sa të folë me emocion, që të? Jo, në rrethonat të cilat po jetojnë, edhe në shtetet ku ne jetojnë, domethënë nuk duhet të lutesh që të jetosh gjatë, sepse dora shtetit nuk mrin të te edhe varesh nga fëmijët, varesh nga vajzat, varesh nga djemt, varesh për shumë rrethona. Edhe menoj që bëhesh një barë shumë e ranë, për gjeneratat e cilat janë ka vinë. Sepse ne si gjenerat, ne prindrit nuk i shojmë si barë, ne i shojmë si knatësi. Do më jetu mu prende edhe 100 vjetën së ngopna me ta. Po gjeneratat e cilat po vinë, janë shumë adopt se na. Ata na shojnë si barë, ata na shojnë si pengesë, si ngatres, dhe menoj që nuk duhet gjeneratat tona të kërkojnë shumë jetesë në rrethonat ekzistuese. Si kur bie fjala në Gjermani, në Zvicër, në Itali, apo në shtetet e zhvilluara, ku shteti merret me moshën e pleqërisë, ata luten që të jetojnë gjatë sepse ka kush kujdeset për ta. Jetën e spjegoj shumë mirë, unë nuk kam kur gjo me shtu, po në du me shtu, që në Japoni se japonezët janë shumë të avancuar edhe janë shumë si popull i shëndetshëm, i kanë ato format e ushtrimeve, të ushqimeve, të qajrave që është e pamundur për shembull e sheh një njeri 90 vjet, 100 vjet dhe ti sjeh pas 50. Po tash po thojnë, vlerimi besoj që e lëshon materialin, nuk e di sa është e vërtet, po ka qarkullu në përjet edhe jam mënu me gjetë si burim, ka pas burime të sigurta për këtë punë. Ne si musliman edhe Islami e thot që ne jetojmë vetëm atë që së thot krijuesi. Ata po pretendojnë që kanë gjetë një ilaç, lësho vlerim materialin, jetë gjatësia. Hiq në neve se po prejet pak. Shkencëtarët japonezë kanë zhvilluar një ilaç që mund të zgjas jetën e njeriu deri në 250 vjet. Kthena vlerim. Jetan, 250 vjet. Sha. Unë menoj që gjithçka që e ka konceptu Zoti, e ka në domethënë ti nuk mundesh asnjë diçka mjashtu, as një hjek. Domethënë fiks. Po e diskutojmë pak që temë sepse është e rëndësishme. Jo, unë a di për shka... Ajo është shumë e rëndësishme, Për shembull, unë edhe ti se kemi problem, po se në temë jena. Po këto zhvillimet të teknologjisë i kërkojnë këta që janë të pasur. Qifti Zuckerbergit, i atina mushkit, mëshk, që shë ka e nëj? Se shumë pare. Elon Musk. Elon Musk, për shumë shumë pare, dhe ajtash i vetëmi sen që donë,
Do në jetu gjatë se kritiko. Po, Fadil, edhe qysh, unë menaj që ti je koherent ose je versnjak ose mushator me gjeneratës edhe me ata e ki të kalumen, e ki ndjesin, ta kuptojnë vajbin që po thojnë ta, je në frekuencë, në qofë se ti, hipotetikisht, jetën 250 vjetë, Ja, të bëjnë në frekuencë. me kanë kime bashkë bisedu, sepse ti mund është tani potencialisht me bashkë bisedu me gjeneratës të retë, që ata asë nuk e dinë që te ke taku luftën ose zhvillimin ose... Jo, para mendoj, i thu... Qka do të ndodhë? I thu këna pas iPhone-a. Po, e qka unë menoj që kesh duke të regu, neve për nga dhojnë shemboj këto butoksat. Butoksi sa mejtit? Jo, nuk është me zonë gojnë në gjëtil. I kish marrë të poshtë. Po që burat për shembull dhe gratë që po provojnë me urinu, edhe në një farë forme po provojnë mi bo karshillik zotit. S'po thëmë që është keq, sepse secili njeri e ka bot kuptimin e vetë dhe menon që ashtu qysh menon, por që po jo pës juve, si pas juve, a jën ka ju doken keq? Këta me Ka botoksa. dhëna në koment, edhe bashkë dhëna me bo një farë tip sondazhi, me po ju pëlqejnë që ta njerë që rrallë për ngrej pak fëtyrë, në qysh si për ngrej vesh, si s'di që ka po bojnë sytë, për hapën, ndani, mas nejës po doken edhe si njerëz. A vëdhen po doken formë njeri, po, a di ku po vrejen që janë në mosh. Këta s'pa mujnë me ba. S'mon se së në hytin. Së në përbin tani. Këta s'pa mujnë me ba. A, ta të regoj A ka njësë në fytin e ba? A ta të regoj. A, ja, po s'ka njësë në fytin, o kryu këma bet. Jo, Si sajtë tani e ka një farvije e blerim, pa e mbulojnë. Ja, se s'ja ka njësë. Ja, kena pa në rast, kena pa bili këta shakon. Berbera të ankun të zoti. Zot tha, njerëz dhe pju bim flekt, na dojna me metë pa pun, fëmija kanë më na dek pa buk. Tha nga, marak mos u po për kitë pun, tha se ketë në tjau qiqa, pak ka vesht ku m'ja vlonë. Krejt, nëse kush pat nevoja t'jenë regjisë, ti kush më tha. Ne i mramoj që pa. Krejt në tjau qiqa da ka Krejt regjia, pas ka nevoj. Mish ka vesht. Ka vesh, tha. Shdo që mos u ka sa vetër aty se na pa buk, tek që t'këna pruk, ne nuk t'lojna. Jetën po shkojna pak pa, ka Shqipëria më, mone kom thonë që lider është në Ballkan është bon Edi Rama, edhe kjo videoja që shkon tash e dëshmon hala ma shumë. Videoja, edhe s'pedi pse pedu. Qërë shkaj ka bo një kryetarit komunës, a ta këshiru? Po të më dëgjon ti kryetari i Bashkisë Kukësit? Ha? Ti më dëgjon, po nuk e di jam kupton. Sepse një nga shtysat kryesore për këtë paket kanë qenë kuksianët. Po, e zamen sënkë. Ku niveli interesimit për të investuar në ato territori është shumë i lartë nga ata që janë në emigracion. Dhe sa herë kam marrë dhe atje, edhe zotrote ma ke ngritë të problem që kemi shumë kërkesa, po s'kan letrat e tokës sepse nuk e kam pranu 7501. Ka 5 muaj që i ke në dispozicion. Ku janë horta? Të gjithë instrumentat dhe ti akoma nuk e sjell hartën. Ku janë hortat janë? Që është fare e thjeshtë. S'ka asnjë shkencë. E jeton. Që kjo Fadili, mu mgën, po kur nuk e di jam kuptan. Ku i harta? Ja, unë të dëgjoj, dhe më të dëgjoj. Jo me në, me dhe. Kush thabe me në? Masa më shtesin në onën... O, me në, në onën, me në. Që shi ki janë në ti, me dë, jeton. Ai kur shkojnë shalterat, ma dhe ma e bukraja. Që shi ki janë me gjë? Ne gjmedin, me gjët forta, me gjët but. Në. Jo, unë veç deshta me tregu që
derisa në politik nuk kërkohet llogaridhënia, përgjegjësimarrja dhe llogaridhënia do jetë ajo komuna e Prenjasit, e Kukësit do jetë pa investitor. Edhe i ka thënë kryeministri pak. Po. Ku janë me vëlla hartat? Ja, bukur jam, ti më gan. S'dija me kupton. Po nuk e di jam kupton se për E ju publik i dashur besoj që na kuptoni se masi po na ngoni, po na shihni, po na kuptoni. Absolutisht, ne kemi publik. Ne ju falenderojmë shumë që jeni me neve. Inteligent. Definitivist. Edhe falenderit shumë. Për kraja juj, neve na ban me po gjëra edhe me të bukura, edhe me të mira, edhe krejt. Sepse pa energji të mirë jeton, edhe pa pozitivitet, shoqëria nuk ka me ecë. Ne kemi ilustru me një video. Po pa tjetër. Ne kemi ilustru me një video të cilën e kemi marrë në rrjetet sociale se si ndikon energjia. Për shembull, ja në këtë rast, energjia e mirë e ekipit po e ban të mundur që të emision me u bë live, që i thojmë na live. Po, edhe më boj bukur. Edhe me u boj bukur, sepse po kemi energji, po kemi që thati vibe. Vibe. Por, mos rrini me njerëz të cilët ju japin energji të keqe. Mos rrini me njerëz të cilët ankohen non-stop që diçka jetës ju ban, jesa mirë, ati ju ka bo pa drejtja. Sepse në video do e shifni që vetëm nëse kaloni në për energjinë e njerëzve, edhe energjia jote do zbehet. Që kështu vjeton është me animacion ban shumë e bukur videoja. Patjetër. E bardh. Që? Që? A u banë në krejtëzi? Po. Ideja, publiki jonë i dashura që ky njeri që po ecë, ndoshta po takohet pak, që mos me qenë videoja 3 mujdit, po takohet, po bisedon për merë pak energji negative, edhe për takon atë tjetrin për takon, edhe dikun të i 10, i 15, edhe ky energjin ma zi. Kështë që panëm pak ma... Ma pozitiv. Panëm pak ma pozitiv. Se në fundit kur gjë me veti s'kena marrë. Që të lapë shumë shpesh e përdorëm, ama në asnjë moment nuk e aplikojna. Dhe me thonë, kështu e përdorëm, me njerë mas 2 minutave harran. Po, bish kur t'jena në zara, vdin disha, hajtë se në fundit kur gjë me veti s'kena me marrë, ama si t'i vjen diçka nga qep. Me shjabadoras. Madil. Edhe këta referat jeton të futbollit turk, edhe ata janë shpesh e përdorin këto, si jemi gati si një kulturë, apo edhe musliman, edhe shumica e seneve, kemi edhe ushqimin e përbashkët e sene, edhe i kanë thonë, edhe ata kanë thonë, kur gjo me veti s'kina me marë, pa hajde t'i bëjnë edhe dallavere në lojët e futbollit. Po, e shohem... Blerim, këshyre. I du lëren edhe referit. Ditës në futbolin turk. 371 gjyqtar të ligave profesionale janë lidhur me bastet sportive, duke ngritur shqetësime serioze për korrupsion. Nga këta, 42 gjyqtar kanë vendosur mbi 1000 baste secili. Shumica në ndeshje ndërkombëtare, një shifër që alarmon komunitetin sportiv. Federata Turke e Futbollit ka nisur hetime të brendshme dhe paralajmëron masa disiplinore, ndërsa nuk përjashtohet zgjerimi i tyre në poste të tjera kyçe. Klubet më të mëdha të vendit reagojnë fuqishëm. Galatasaray foli për një goditje të rëndë ndaj etikës sportive, Trabzonspor për një hap historik drejt drejtësisë, ndërsa Fenerbahçe kërkon transparencë totale. Skandali ka vendosur futbollin turk në fokus ndërkombëtar, duke nxjerrë në pa nevojën urgjente për reforma dhe mbikëqyrje më të rraptë. Qëllimi është rikthimi i integritetit, të lojës dhe besimit të tifozëve në futbollin turk. Masa disiplinore dhe transparenca janë tani prioritet kryesor. Jeton, ka propost. Marak turq që t'ishin me lu kazin, referat, se cili refer, sa ke atje numëri 57, ka 1000 baste veti kanë bo. Lojën që i ka referu, ka thot dëshnish. Jo, të referi. Pa e din rezultatin. Jo, së din se më nëtë mi dalë me rëshit vidore. Por që këta ku e lujnë edhe ku e kanë sigurt,
Për shembull, ka bastore që luajnë me kartona. Për shembull. Ky është i bosit, Jo, ky jo. 4 copa. Ky jo. Ke thirr Unë fadin. jam revere, tham shka te zotni. Unë jap 4 copa. Minutën e 42. Njonit pin publik ja jap. Unë i dho 2 kush. Edhe ai shkon tang 1 milion, ai 2 kush. Ja anullon gollin e ban penal. Po ja anullon, mire ka blerimi. Varin sa ja i lidh. Tha shumë janë. Shumë. Kofshin me ymer e me jetë gatë, unë nuk di që ka e bëjë, sa në zonë shkajtar durshijat e me mizërdu. Jeton, ne po shkojnë me atë që ti e ki për qef. Atë Qëllën? ma betin për shqiptarët. Po pa tjetër. Edhe me këtë material, pastaj, do i shojmë edhe rrjetet sociale, do shkojna me një marketing. Lëshoa blerim materialin edhe mas materialit me njerë shkon marketing se kemi ardhë kogja. Fell me ko. E na hi fell. Që thëmë, zoti madhë jam të i të lutë, se jemi më ka fu. Unë që të lutëm jam shqiptar, a ke kohë pak me më varë. Te ky glob që rrotullohet ashtë dhe toka e shqiptarve, zot pash nërin atë kujtohet ku i kam trojet e të parve. Zani zotit populloj, unë i vetëm maj këti kepi, fatin tamë s'mund të zotroj lype dreqin të nërvedi. Jeton nërveti, publik i dashur, këthene edhe njerë, sepse koha emisionit s'pona lejon, shifne se ka thonë një gjë jashtëzakonisht të bukur. Po me di që shemet ketë ka umaru edhe njerë, pa këqyr që to se lejna. Shumë blerim edhe njerë. Mësë bëtë zirë Jam gosë? të i të lutë, se jemi më ka fu. Unë që të lutëm jam shqiptar, a ke kohë pak me më varë. Te ky glob që rrotullohet ashtë dhe toka e shqiptarve, zot pash nërin atë kujtohet ku i kam trojet e të parve. Zani zotit populloj, unë i vetëm maj këti kepi, fatin tamë s'mund të zotroj lype dreqin të nërvedi. Fatin dreqin. Fatin tanë së të zotroj lype dreqin Ndërveti. e keni ndërveti. Do më thonë, na. Derim, e keni dreqin ndërveti. Marketing. Që, në gjepi hini. Jemi rikëthyër me që mi kesha, mos harani me i vizitu portalin ton alsat.mk, rrjete sociale, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e të tjera. Aty të TikToku, të Instagrami, të Facebooki, mund të gjeni reelsa të emisioneve tona e të YouTube, aty mund të gjeni të gjitha. E në këtë numrin këtu, të gjitha, në këtë numrin poshtë, mund të na shkruni, do të dërgoni materiale, por ta përdorni edhe për marketing nëse dikush është i interesuar. Jeton për shkak se emisioni ti e ke matjet nga bim, vlerimi po më thot, ne kemi kaluar minutat. Ishte kënaqësi që ti jesh sonte me ne. Që unë jam ndërpreve, po ta bëj halal. Halal balma se rrjetet sociale. Halal balma.